Ngjarje e rëndë në Dhërmi, turisti gjerman goditet nga helika e skafit në plazhin e Gjipes. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në zonën bregdetare të Gjipes. Mësohet se një turist gjerman është goditur nga helika e një skafi. Ngjarja ka ndodhur teksa 27 vjeçari me inicialet KV, duke drejtuar një mjet lundrues gomone, ka dëmtuar turistin gjerman. Menjëherë, pas incidentit, në vend ngjarje është thirrur me urgjencë një helikopter për transportimin e të plagosurit drejt spitalit. Megjithatë, ende nuk dihen rrethanat e plota të incidentit, ndërsa priten detaje të reja nga autoritetet për gjendjen shëndetësore të turistit gjerman. Ndërkohë, shërbimet e policisë kanë bërë shoqërimin e drejtuesit të mjetit lundrues në stacionin e policisë të Dhërmi, si dhe të personave të tjerë që kanë qenë dëshmitar në këtë ngjarje. Njoftimi i policisë. Rreth orës 13:40 në plazhin e Gjipes dyshohet se shtetasi KV 27 vjeç, banues në Orikum, duke drejtuar një mjet lundrues gomone me destinacion të rregullt jashtë zonës së sigurisë dhe në një distancë konsiderueshme nga tapat që kufizojnë zonën notimit, ka dëmtuar gjatë kohës që ishte duke bërë zhytje në afërsi të mjetit lundrues shtetasin DS 46 vjeç, banues në Gjermani. Shërbimet e policisë kufitare të SPK Dhërmi, menjëherë pas marrjes së njoftimit, kanë ndërhyrë duke i dhënë ndihmën e parë të dëmtuarit dhe më pas kanë organizuar transportimin e tij të menjëhershëm drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Gjithashtu, shërbimet e policisë kanë bërë të mundur edhe shoqërimin e drejtuesit të mjetit lundrues shtetasit KV në stacionin e policisë e Dhërmi, si dhe të personave të tjerë që kanë qenë dëshmitar në këtë ngjarje. Vion puna e grupit hetimor në drejtimin e prokurorisë për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje.